Ka dëshmuar për herë të parë në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Dritan Rexhepi, i akuzuar për porositjen e rrëmbimin dhe zhdukjen e Jani Prengës në 17 janar të vitit 2020 në Kamës. Gjatë fjalës së tij, Rexhepi ka mohuar akuzat duke u shprehur se gjatë asaj periudhe ndodhej në një burg në Ekuador, ku vuante një dënim prej 13 vitesh për trafik droge. SPAK e akuzon Rexhepin si porositës, pasi dyshohet se vëllai Jani Prengës vodhi 283 kg kokainë në Angli, por Rexhepi thotë se nuk ka patur informacion për vjedhjen në një sasi e droge. Ai mohoi edhe lidhjen me Gentian Funiqin, për të cilin thonë se nuk ka patur asnjë njohje, edhe pse ka qenë në një burg në Ekuador dhe organi i akuzës dyshon se bashkë me të dhe pronarin e kompleksit Golden, Altin Hajri, kanë organizuar rrëmbimin dhe vrasjen e Jani Prengës. Në fundin e vitit 2019 kam qenë jashtë Shqipërisë. Kam qenë në burg në Ekuador. Kam qenë i dënuar 13 vite për trafik droge. Ju do të më pyesni për çështjen apo do të më bëni gjyq moral? Kisha 5 vite e 4 muaj që vuaja dënimin. Kisha kontakte me njerëzit jashtë përmes kabinës së burgut. Shqiptar aty kishte plot në burg. Afërsi kisha me njërin nga Kosova. Për trafik droge u akuzova me 10 persona të tjerë. Asa kohë i përfshirë ishte edhe një shqiptar. Ai doli i pafajshëm. Gentian Doca e kam dëgjuar në media dhe në dosje as nuk e kam lexuar. Martin Bleta nuk e kam dëgjuar. As Korado Gështenja. Nga burgimi nuk kam bërë asnjë lloj bashkëpunimi për të dhënë para lidhur me trafikun e drogës. Në fund të vitit 2019 nuk kisha informacion për vjedhjen e një sasie droge në portin Portsmouth të Londrës. E mora vesh nga mediat në Shqipëri. Kam dëgjuar nga familjarët e mi që në Shqipëri akuzohesha për diçka që kishte ndodhur në Shqipëri. Ndërkohë, gjatë seancës së zhvilluar në SPAK ka dorëzuar prova të reja. Prokuroria e SPAK-ut Elida Kaçkini ka paraqitur komunikime të siguruar nga aplikacioni i koduar Sky ECC, që sipas saj janë mes të pandehurve Dritan Rexhepi dhe Altin Hajri. Kaçkini tha se komunikimet janë bërë në vitin 2020 dhe se të dy flasin me interes të madh për këtë çështje. Ndërkohë, në seancën e radhës që do të zhvillohet në 7 maj, është dhënë edhe një urdhër për shoqërimin e detyrueshëm të Aldo Manishtës, i cili pritet të dëshmojë. Dritan Rexhepi, arrestuar në Stamboll në 10 nëntor 2023, u ekstradua në 8 janar 2025 në Tiranë dhe është dërguar direkt në burgun 313 nën masa të rrepta sigurie. Jani Prenga, babai i 3 fëmijëve, është rrëmbyer në 17 janar 2020 në Kamës, disa ditë pasi ishte ndjekur dhe vëzhguar këmba këmbës. Ai u përlesh me rrëmbyesit, por ata mundën ta fusin në një makinë Range Rover me ngjyrë të bardhë, ku është transportuar në kompleksin Golden në pronësitë Altin Hajrit, personazhi skeduar për trafik të lëndëve narkotike.